Më ardhë këtu të debatoj, por kur duhet, unë do i them ato që kom për të thënë. Nuk do rriti përsëris gjithmonë, se s'ja vlen. Ama ti më duket se kjo synimi vetëm e thënë atë që e mendon edhe se prit me kuptu pak situatës si është realisht. Situata ishte shumë mirë realisht. Ti e ajo që po e prish situatën, jo unë. Limi, Po, në rast se nuk ja vëm veshin për disa gjëra, unë normal që do reagoj pak për disa gjëra. për cilën gjë? Edhe rast se si ajo që ndodhi sot, unë kam një keq kuptim muhabet me ty, u bë muhabeti tre persona që s'kishte lidhje fare. Normal ti që shko përfshin persona tjerë duke Jo, nuk e shku edhe ke përfshive. një ishit u marrë për qafim nga mama. Sikur ke nevojë për diçka. Shko gjeje atje tani. Hik. A, tani e ktheve muhabetin e mbrëmshëm? Do kthej çdo gjë. Se s'ta thash. Po shafim për mamës si sot kam më thënë kujto. asnjë gjë. Po pra, a ka kuptuar drama pa lidhje, drama, vetëm drama. Kot. Mu kështu me mu prishesh. Në këtë lloj mënyrë. Nuk ka lidhje dramë, unë nuk i kam tregu asnjërit ndërmë asnjë gjë. Vete kanë marrë vesh edhe morën vesh nga dhoma që i përfshive ti tjerët. Ishe ti Edhe që u mama e ka bezdise marrë nga vesh të nga tjerët. tjerët. Jo, nuk u bezdisa nga tjerët, u bezdisa nga gjesti, po jo nga të Aty tjerët. mram s'kishte asnjë lloj gjesti. Mram. Akoma mendon që s'ka qenë asnjë lloj gjesti? Me tendencë asnjëra. Olimi. Asnjëra. Që ka qenë ke kërvati mram, s'ka qenë me tendencë. 2 pika do t'i përmend për mbrëm. E para, që nuk po e kupton pjesën që nja 2-3 mirat vogla bëhen për sy e për faqe dhe unë atë gjë e kuptoj. E dyta, më dëgjo. E dyta, pikrish personi që i kam raportet keq, shkaku se vete ka bërë vetën që ditën e parë kur kemi ardhur këtu, që vinte për mbrapa me çdo gjë me nxjerr keq. Edhe prap nuk është se i shkoj për mbrapa, fare. Vjen edhe bën si shefin te dysheku jon. Mu pengon ajo gjë. Po. Në rast se vjen situatë, Këtë niveli, zemra, më vjen shumë keq. këtë nivel se kam bën unë. Unë nuk bitoj Në rast se vjen situatë, më dëgjoj pak, në rast se vjen situata që edhe ajo dje me çështjet e kremrave që ta përgënjeshtroj gjithë situatën. 1. 2. Situata mbrëm me më thirë mu, me ftu mu të krevati im, fjala unë po të bëjt mirë të nder duke të ftu të krevati jot, që është krevati im, që unë s'kam nevoj për një ftesë tillë që është krevati im. Dhe e treta, me nisa jo me i thirë gjithë ropë si ti kujtohet asaj që të vite krevati im, jo se më pengon mu, pa jo duket sikur i jep drejta vetes më shumë se ç'duhet, se gjithmonë e ka këtë tendencë për mu në raport me ty. Edhe ajo gjithmonë e ka pas këtë lloj tendence. Po, dhe? Dhe tani kur ngarkohet, normal që njëherë edhe unë du të reagoj. Se rase ndodhin ata gjëra që ndodhen mbrëm, do ndodhin edhe gjëra tjera në të ardhmen. Edhe i paraprit diçka e më të madhe që mund ndodhen në të ardhmen. Mirë, se më mirë. Jepi. Si që dush ti. Disa gjëra do t'jenë të qarta. Duhet pak respekt mes palëve. Jo vetëm edhe atë më shumë përgënjeshtroj për mu të ambienti im, para teje. Qa përgënjeshtroj? Po kur i ka unë duke shte ishte shumë e qartë që po fliste për mu pastaj. Se dëgjoheshin nga pak muhabetet. Që po të fliste ty për mu. I do not really care, vetëm unë di me thonë diçka se jetë më stresu këtë pa lidhe. Mase më bot vend dyshim zgjedhjet e mia, kaq. Po, ama? Qa keti me gocat, i ke zgjidhe me gocat. Kaq kam për ta. Mu më se më përfshin fare. Nuk do me të përfshin. Ti është... Kush e ka gjithë e din mesazhin se kush jeti për mu? Muarkove mbrëm për pjesën. Kaq.
Mua në kove, Se rrihet merë me muhabete, tonë kohën muhabete, femna që keni ju njëra me O, tjetër. Limi, nuk ka lidhje ti, besoj se edhe shef që unë as nuk ju avar shumë në atë drejtim. Edhe nuk ka marrë do të flasë ty në lidhje me atë drejtim. E bërë mënyrën më të keqe. Jo në mënyrë më të keqe, veti përfshive gjithë njerëzit në brëm. Pse? Pse se erdhen tek unë? Pse? Kur ti thash pasaj fjale generale... Mos kemi rak se shkoj unë tek ata ti rrin kravatat, ç'ke? Jo, nuk e thash për atë përzirje, thash kur e bëm bisedën ne, nuk e thash për ardhjen të krevati. Nuk thash për ardhjen të krevati, thash për bisedën, ku nisëm ta bëjmë të dy. Po? Nga tualeti. Me lera atë fort. Ti me gjithë bërtitmet e tua. I ke bërtit jo atyre që e mësu. Kur të të bërtas unë bërtit. Po nuk më dëgjon. Nuk të dëgjoj ty. Asë si njëri më bëhës në gjë. Kështu jam unë. Kështu jam i gatun, kështu jam rritë. Kaq. Mos kishe dëgju ti, nuk kishe mësu për ropë. Ashtu si shefa dhe Kom vlerësan. shtu se kom qenë vetëm një jetë, edhe pranoj. Gjëra njetë kena kalu gjithë. S'ke kalu vetëm ti. Askush se ka të njëjtin bagazh. Askush se ka të Thjesht njëjtin Limi Maxa eksperiencë. shofun, në rase ti preqë vetëm për me, unë... Ashtu si që them mbrëm, nuk ka për të funksionu. Okej. Nuk ka për të funksionu që do bëhen, do harmonizohen gjëra. As nuk du me harmonizu fare. Jam mënu... Edhe nga ana jote që ditem se njërë kështu, njërë ashtu, njërë kështu, njërë ashtu, edhe unë nuk e di se si ti e raport me tjerët. 2-3 ditë je mirë, 2-3 ditë je keq me ata. A kush jetë ti me më të rëgu mu se si jam unë me ata? Nuk po të marrë vesh edhe ty. S'ka nevoj, as nuk du me të shpjegu unë këto që kam i këtham i bëj. Meri si të dush, pra. Me që ka punë kështu. Në të rëgu tepër i mirë, edhe ma shumë se ç'duhet. Jo se je të regu tepër i mirë më shumë se ç'duhet. Ka që ka. Unë stres Për mu ta nuk them du. drejtën është pak lodhë se kjo pjesa, që njerëzit që ti i ke më afërt, Pa tjetër. paktën edhe para te mos tregojnë Mos pak ke me rak respekt. se s'ke fajti se... S'ke fajti, kom fajnë unë. E di unë pse e kom fajnë unë. Që s'ka gjë. Unë ju kom dalë kundra gjithve për muhabetin tëtë. Ke dalë për fenomenin, edhe ti ke thënë shumë mirë që nuk e ke bërë për mu, po kush do me qënë do e bëje këtë gjë, apo jo? Po. E pa tërë pse duhet ndjesh faj? Tani. Tani ku qëndron e vërteta? Po prit pa ta tregojmë. Do me ngju apo s'do me ngju? Po, du me dëgju. Okej, po. Se gjatë ditës po më thëja, Po. Me kë kom nejtu në këto 7-10 ditë e fundit? po pra u ftofë nga ata dhe nisëm të dy. Jo, nuk jam ftof, mu më kanë ngel hatri. Ftof nuk jam fare, jam pa që Po nxehtë. mirë pra hëtë, ka ngel Me kë hatri. kom nejtu? Ngeli hatri me Me ata, kë kom nejt unë 10 ditë e fundit? me mu, Okej, shumë edhe e me sa. disa tjerë. Me kë për shembull? Po unë, Ester, Nur, Big Basta, Po Ylli, nejtu këta. me ta. Po edhe me ata, për zirë kemi qëndru. Jo zemër, e ke shumë gabim. Edhe me mu, po që po. Po kemi pas tavolinat me Shumë fare ata. gabim dhe nuk me intereson më ta vazhdojës bisedën. Unë kom nejt 10 ditë e fundit vetëm me ty. Nuk e qëndru vetëm me mu. Vetëm me ty. Ke pas Më rasta ka që ke bashku qëndru edhe vetëm me Darka. Ronin, edhe me mamën, Me Ronin edhe kom me pas gjithë. G, kaq, ai më punë vetë, unë punë time. Lejesh lutëm shumë se s'kom marrë dhëmë këto të ngjoj tekat e tua. Po tash jam unë As budale mos me kur kemi streso qenë fare. gjithë në për tavolina Fare. bashk. Fare. Dhe më thënë, pas kam pas unë iluzione me sy. Fare. Ma tregoj një muhabet që bëra me dikë tjetër që 10 ditë. Po kena pas më biseda Jo, ma gjëra tregoj që një kemi bisedë, pra, ma tregoj një. Po ku e mbaj me nuk bisedat fikse Se që s'ka kemi bërë? lidhje fare kjo që po thu ti. Fare. Prandaj unë e them Nuk ti e nuk po qëndru vlerëson. 24/7 vetëm me mu. 24/7. Nuk e qëndru vetëm me mu. Okej. Tash mos bëjmë si naiva, se si jam une me iluzione në sy. Kur jemi Nejse, ullë edhe unë e përzia shoh. me njerëz të tjerë. Mirë. Mundimet tonë që e vetëmja gjë që po bën ti tek unë është po më streson pa lidhje. Gjë tjetër nuk mund të më bësh dot, këtë garantoj. Kjo është maksimumi që po bën, edhe me këtë thirrim mendjes. Po çfarë bëj unë që për çdo gjë dyshon të unë? Unë do me t'i sqaru pak gjërat. Nuk duhet të më shash asgjë gjë. Po duhet me t'i sqaru pak se dyshon çdo gjë, e paragjykon. Okej.
Në çdo situatë që ndodh, nuk e di prej nga të lind një lloj ideje për mua që as ka lidhje fare me mua. Okej, mirë. Kjo gjë më çudit. Okej. Ti fjala që e njofte karakterin tim kush jam unë dhe tani je ti ai që e dyshon kë. O goce, unë nuk njeh ty. 100%. A i ndërzi se çfarë flet apo jo? E sidomos tani që ke hy, edhe sidomos tani që kena kriju një farë marrëdhënie këtu. Kupto? Kjo është prap një njofje në tjetër dimension, në një tjetër. Po. Po çfarë po më thu? Po, ti e duke më paraqytur të disa gjëra bazike. Elake. Më thjesht jetë të më lodh, pa lidhje, dhe në këto gjona si kom qef fare. Pse ti mendon se mu më pëlqen edhe unë kur stresohem? Ta dish. As kujt si pëlqen. Pse Ta bëj kështu? dish. Unë që parë kur mundova me t'u afru me të prekti, nisën të largohesh. Kur? Te lavanderia kur ishim. Pse? Po sepse nuk mundesh me më prek në momentin që të po debatojmë. Po unë nuk jam ndonjë armik lufte. Po je Mos me në të momentin që ti je duke luftu me mu, Nuk me luftoj. mendime dhe me debate, Jo. mos kujto Luft është ajo? ajo, po, Mundohem unë të të sqaroj për veten time të qenë ka luftë? shika. Ti mos e bë xhullurdin, atëherë hajde edhe mendo se kur po them diçka. Ti qofse ke diçka për të thënë, hajde thuje në fillim. Ti thash. Dhe pastaj bëj xhullurdin. Ti thash. Ti hyp kalit mrapsh në çdo Ti situatë. thash, 2-3 herë ti them me qet. Pra vazhdon me ata Nëse. paragjykimet të tuja, dyshimet të tuja kot. E ditë edhe besoj se akoma vazhdon me i mban. Dyshimi mi goc. Je ti ajo që po vjen të kundë po më sjell këtë lloj Jo. energjie. Unë isha në punën time, isha të nej tamam. Kaq. Ti se kupton? Baja. Ka çdo situatë shpik një llaf kështu. Kot. Okej. E la e di këtu. Okej, vjen një brava shive. Edhe ujë me të pi. Fal. Tani kjo e boni gabimin, tani bani vendim do të çka bëj. Për shemb. Ju e nisë. Po ta mbaroj më. Mua eksperiencën e ferm mos ma prish. As mos u mundo për asnjë lloj gjoje në botë me ma prish. Te kom thonë një fjalë një notë tek Xhaku se ti nuk mund ta përballosh dot jetën time, edhe nuk ti them kot në çdo fjalë. Te thash për jashtë, kur ishim aty. E më men? Që tash nuk e përballot dot. Ti s'po e përballot dot tu mrena, le më për muhabete tjera jashtë. Po kush tha që se përballoj? Po nuk po i përballot dot se po më streson mu. Në momentin që ti e sjell stresin tek unë, është tjetër muhabet pastaj. Gjërat që i kenë mendje maj, sepse nuk ke nevojë të reagosh pa lidhje. Maj, shikoj, hajde foli herë, pastaj reago kur e shef. Mos e mendo mu dhe pastaj. Hati kam thënë gjithmonë 2-3 herë me qeta. Çam ke thonë mi goc? Çdo bisedë që të kam nis. Çfarë më ke thonë? Gjithmonë 2-3 herë me qeta. Momenti kur i pshon aty dyshimit tënd. Çam ke thonë ti mu? Mërzitem edhe unë. Unë jam angu gjithmonë se ti s'po më thua si gjë. Çam ke thonë ti mu se s'e kuptoj? Çam ke thonë mu? Pse tash u futet si shtatëm tramaj për ti? Sepse kesin e kanë shumohë vetë. Ah, bravo. Ja? Çam ke thonë? Më thuaj. Seriozisht tani këtë pyetje? Po. Çam pas ke thonë par dje edhe partit e dje që unë se pas kam kuptu. Lërë fare, s'kam thënë asgjë, s'kam fol asgjë. Asgjë, asgjë. Asgjë, asgjë. Asgjë s'kam fol. Jo. As të darka s'm ke thënë asgjë. As atje kur
folëm për lidhje, së më the as Po i gjo, pse kthen as atje, as këtu më rom, as tani do kthehemi te muhabeti i punës në shprehjes ndaj asnjë teje. moment nuk më ke thënë as i gjo. Akoma do kthehemi te ajo pjesa që ti e kupton pjesën Unë e nuk e kuptoj fare pse nuk thua. As i gjo për as i gjo. Baz darkës të Ti vje njishi. këtu bën skena, kaq drama pa lidhje fare, që për mu është low. Kupto? Unë këshulloj tipash nuk maj afër në jetën time. Që më prishin ditën, prishin natën, s'len me hangër buk, s'len me qenë vetvetja Unë s'len me hangër dhe buk, të s'len me qenë vetvetja. imponojnë dhe të fusin në disa tema dhe në disa vorbulla të cilat unë nuk i shoh fare, nuk i du fare këta dhe njerëz i shafër, mi gocë. Këtë nuk e kupton. Kupto ti se Në ti rast isha se ti marrën nuk do stres, fare. pse edhe ti e thu fjalën më të rëndë, fjalën e fundit parën, Pse? e para, e dyta, në rast se nuk do stresën, në rast se nuk do gjë tjera. Pse im shon dyshimi tënd atë shumë për mua? Po ç'a Kur dyshimi? mundohem ta sqaroj një herë për argumente. Po më thuaj një Lidhe dyshim. me çdo situatë që ka ndodhur. Unë Vetëm kur tani që vi ka mund ty dyshuesi. Një ide, një kështu, një fjalë që Alba ti e kështu bam, se për nga vjen ajo fjala. Pastaj unë ta sqaroj me argumente me situatë. Jo, mu nuk më sqaron dot me argumente, mu më sqaron me sjellje. Gocë e dashur. Argumenta Ta sqaroj nuk me jam as në argumente. matematikun, as në gjuhë letërsi këtu, as në klas. Argumentet nuk as janë në nuk jam matematikë. zysha jote me të bo pyetje rreth temës. Sjellja tregon çdo gjë. Po, ama ti nuk i shef gjitha sjelljet, se nuk je në stop me mua. Edhe nuk i shef gjitha situatat, se nuk mund t'jesh 10 koka, 10 palkëm, 10 palduar që t'jesh gjithandej në për njerëz që përndat. O ti gocë, unë qof si sillesh se di për qa po flet. Unë qof si sillesh, mi gocë. As kaq se kupton? Qa Po më ti do është shikosh vetëm mos që me unë nxjerr non-stop veten sidem keq? nga balta. Kot. Qa fol kot? Unë po them për sjelljet mi, kur të shofu me sytë e mi. Nuk po them për sjelljet qa boti mrapa. Çfarë sjellësh e duke fol tash, kur më shef ti mua? Po sjelljet për që bone mram. Sjelljet që bone sot. Sjelljet që që shkosh bëra zihesh me mbrëm që- estin se t'ka nej afër. Jo, Si jo mi? jo, Qa jo? jo. Qa jo? U zuva unë me historinë. Ti u zive dhe dole shumë Jo. keq. Unë vjerë shumë keq. Ishte nuk e merita gjë nga ty. Nga ty. O Limitias nuk ishe prej fillim Nuk pjesës ka nevojë me bisedës. qenë. Hiç. Atë që pashën mram, ajo ndodhi edhe sot. Çfarë ndodhi mbrëm? Të mora të tualeti, të fola vetëm, shkove përfshive gjithë njerëzit e tjerë. Ti mendon se unë nuk përzidhem me këtë gjë që i përfshin gjithë njerëzit e tjerë, edhe ta kam thënë paraprakish kur ta bisedojmë diçka një herë, ta bisedojmë vetë të dy. Ti s'merr vesh. Nuk Po merr ti e vesh. hape tani këtë temë. Ti nuk merr vesh. Shkurt. Dhe tani kur unë mu më shqetëson diçka, unë normalisht do ta them ty. Pastaj ti e din vetë se ç'a do bësh. Po pse Nuk s'ma di unë the për ta mu imponuar. përpara se me bo skena? Si? Pse s'mi the mu Cilat gjërat gjërat? përpara se me bo skena mram mbrëmjet e sot fjalën? edhe për ditë? Unë tani ç'a nuk pres nga ty. Të mora ty, nuk reagova me tjertë. Po ti gocë, Ti shkove i përfshive gjithë. Kur i përfshive ti gjithë, normal që ta marrin vesh gjithë shtëpia. S'kan si ta marrin vesh Ti o ndryshe. zemra, ti fol si kalama, më vjen shumë keq. Unë Sot, as do të shoh. me Esterin, ti nuk ishe prej fillim bisedës se si rrodhi biseda. Rase do ishe pak me i vëmendshëm, dhe rase nuk do i kisha ata dyshime që i ke ti në kokë për mua. Qa ka më dyshime të dy? Para gjykimet, them më mirë. Sa as gjykim nuk është. Unë pas kam paragjikuar Ti ty. do e kishe kuptuar që ajo nuk Unë është po të zëk. të paragjikoj ty, unë s'merrem fare me ty. E din ti këtë? A e di shta? Po me nuk hy mund me ta thush gjyku. fjalën që nuk merresh fare me mua. Po, ta them. Po si mund ta thush Po, atë ta fjalë që them, nuk pra. merresh fare me mua? Kurse Fare nuk është e s'merrem me ty, vërtetë. me hy me gjykun e ty dhe me të paragjiku. Okej? Çfarë Fare. do të thon tani? Po pra atë që po Ti po them thush unë, që qofse s'merresh ti fare me arrin, mua. jo, po. Atë po Ti them. po thush që tani ti nuk merresh fare me mua. Jo tani, Po me kur? hy unë edhe me gjyku ty se kush je ti, unë nuk merrem fare me ty. Pse? Sepse pra nuk është vend tu për ta shpjegu. Pse?
Okej? Jo të matush tamam. Ja, s'ta them. Kaq. E po në rast se ti pas ke diçka Kaq. tillë. Asnjë gjë nuk po ta përdor. Asnjë gjë dhe nuk po hyn në asnjë lloj teme Se tjetër. situata që të afrosh atëherë atë shumë me mua dhe sa që më propozosh Po për se më lidhje. pëlqeve. Qa lidhe ka, pa paragjykimet, më E po pse pëlqeve. thua atëherë në Po këtë mos lloj më ferme në përmend mu rast se pra unë paragjykimet. në rast se thu. Kaq, paragjykimet mos më i përmend mu. E di Unë e çfarë di kush mund të jesh ti dhe ti se din kush mund të jem unë. bujrum, Po, merri vesh gjitha se kush jam se unë. me interesoj. Edhe atëherë Nuk me bujrum do shofër interesoj. se sa jo një Nuk herë me paragjykus interesoj. këtu. Po një Kaq. çifiç paragjykusje. Jam. Po, unë të sfidoj, ta marrësh vesh, ta kuptosh se sa Nuk jo me një herë, intereson. po 100 herë Jo për paragjykus. ty, Veç po sa e për the, asnjë. me u futun ty me të Po. marrë vesh kështu, atëherë do shofësh ti Po. si je. Po. Në rast se ti ke këta mendime, Po. atëherë ti nuk je stabil me gjërat që ti bën, Get the me fuck veten off my tënde. face. Fuck off. Kur mund t'i kesh ata mendime për mua, Get the fuck. Kaq. pse atë nisë që të krijosh një raport Fare me mos mua? më fal. Fare. Se tani po më çudit edhe ti mua. Fare. E di se sa e rëndë dhe ofenduese është ma thuash atë fjalë në mënyrë tillë? Fare mos më E di fal. sa e dyshoj tani fjalën tënde dhe qëndrimin tënd kundrejt meje? Edhe nuk më intereson ç'a dyshon ti hiç. Edhe më largon nga rruga. Jo, nuk du me u largu. Po të them. Kush është e vërteta jote? Po hiktimi. Kush është e vërteta jote? Lidhje raport me mua, kush është e vërteta? Se tash më bën Ajo edhe mua që që kam bë. dyshoj. Si ajo që e kam bë? Po. Si e thu gjithat fjalë të rëndë? Kaq pra, mos më trego mu para gjykimet. Po ja, po ti tregoj para gjykimet, edhe të sfidoj, të shkosh ti marrësh vesh gjithë gjërat e mia, Ku më edhe të marrësh interesojnë vesh mumi. se kush jam unë edhe si jam unë Po për ku më jashta, interesojnë mu? dhe Unë jo e di një kush je ti herë. nga jashtë. Kush jam? E di pra. Kush jam? Kaq, mos Kush jam unë nga jashtë? Mos e zgjat. Në rast se merr vesh ti realisht, kush jam unë nga jashtë, jo një herë para gjykus. Po kisha vazhdu unë 100 me herë ato para mendimet gjykus. e tua, si Cilat kush je, mendimet mia? Le pra tani të lutem. Po se ti s'po sa du po e përmende vet, Po dhe mos po më ma thuj pra përmend para mua. gjykus mu, se me qëmë të para gjyku, unë kom gjona për të Po thonë. flas Kaq. për llafe që i Move paragjykon away. këtu. Unë jam lidh me biçat më të mëdha të Tiranës, ama Edhe çfarë do nuk i kom thuash? para gjyku për ato që kanë Edhe bërë. çfarë do thuash? Mos më thuj mu para gjyku, se po A, do vazhdova të thuash, para unë jam gjykoj, e tillë, të përderisa e tregoj përmende unë se kush krahasimin. je. Kaq. Do të thua që unë jam Kaq e po tillë, them. përderisa e përmend atë lloj krahasimi. Kaq po të them. Përderisa Nuk e thash për ty, e thash për të tjerat. Për ty kom po s'po Thuje. du me fol. Asnjë gjë. Unë jam e sigurt që ti po shkove me marrvesh kush jam unë, edhe si jam unë jashtë, jo një herë që pendosh për fjalët që i ke thënë këtu, po 100 herë ke për të penduar për fjalët që janë këtu. Nuk më intereson. Sa atëherë do e kuptosh realisht se Nuk kush jam më unë edhe si intereson e jam unë. kalumja jote fare. Nuk ka lidhje me të kalume, Po, ka lidhje me aktualen, kush jam edhe kush s'jam. Çfarë po. zemre jam edhe çfarë Po, pse truri më thon jam, mu para edhe gjykus? çfarë njeriu jam. Pse më thon mu Sepse para për gjykus? situata koti këtu, je duke më thënë vazhdimisht fjalë pa qona, pa vërteta dhe mundohem vazhdimisht me t'i sqaruar gjërat. Ti Dhe nuk po nuk mundosh do për me asnjë ndëgju. gjë, o zemra. Për çfarë Asnjë nuk gjë s'po mundohem për asnjë mundosh gjë? për asnjë gjë. Për çfarë nuk mundohem për Për asnjë gjë? asnjë gjë, se s'po di se çfarë po thu. Olim. Olim, çfarë duke bë? Si që çfarë duke bë? Asnjë gjë të keqe ndaj teje, s'po bëj. Kjo garanci. Kujdes me fjalët që më thu mu, kaq. Nuk mendon pak që duhet kesh pak kujdes edhe ti? Po, po mundohem të mbaj veten. Por, jo të gjykoj. Asnjëherë në botë. Jo veç ty, po asnjëherë. Është vetëm Mos e hy disa temave ku nuk e di ku del. Lutem shumë. e di shumë Kështu që mirë. ke kujdes me Thjesht mua sepse nuk më çudit njeh. reagimi. Nuk më njeh më Sepse zemra. nuk e kam tjekën që nga ty. Cilën? Po se s'ta kom dhënë më zemra, se Duket s'kom sikur ndonjëherë gjyku. provokon. Për çfarë me? Duket sikur provokon ndonjëherë. Po për Se çfarë? di Ma pse thuj ndjej një herë ku diçka kom tillë. provoku. Ma thuj një herë. Se s'm duket normale ti me kaq sa të kam pa unë se si e ti, edhe sa i përgatitur je, edhe sa gjëra dit, me pas atë vlerësim t'ullet për mu.
Unë të kom vlerësu dhe të kom bivlerësu, mi gotë. Atë po them për këta situata që po ndodhin tani. Po edhe tani, më zemra, unë nuk mund bohem me gomarin, as me kalin. Unë jam ky që jam. Nuk maj anu, Nuk e no di si zemra. ndryshoj gjëja. Nuk ka ndryshu as i gjo. Unë nuk mbaj an, as shoqërie dhe as dashurie. Unë jam ky që jam. Ai që më vlerëson do jetë me mu gjithë jetën. Ai që nuk më vlerëson do të shkputet, do hapen degët e jetës. Thjesht ndahen rrugët. Nuk ka as i gjo të keqe këtu. A kupton? Unë jam ky që jam, mi gocë. Apo kupton? Unë nuk është si të pata ma më gjërat këtu. Ore, këtu nuk ka ndodh as i gjo për të pa. Po ndodhin gjërat, pra. po shef gjërat dhe po më thu fjalë. S'po të them, unë as i gjo, më zemra. Nuk po të paragjykoj. Nuk po të paragjykoj. Fare. Se nuk me Po intereson. largohesh për ata gjëra. Po largohem prej teje që s'po merr vesh. Se prekem, shqetësohem. Kur për disa situata koti, mjep epitetet tilla. Po zemra, ti po ju hyn këtyre gjërave mi, nuk po ju hy, unë nuk po ju kisha hy asnjë lloj shqetësimi për ty. Ti ke shqetësim ndaj meje. Ti po i bën qimen tra, ti po krijon këto situata, ti po bën drama, jo unë. Nuk thash shqetësim ndaj teje. Unë thash që kam një shqetësim lidhje me situatën që po krijohet, si ta zgjidhim. Jo, këtë po e thua masi ka ndodhur gjithçka, si ta zgjidhim. Hajde fol me mu në fillim, Kur flas mos me bë ti, skena, ti shkoni mos bë përfshirje, drama. nuk bëju Në drama. thirr mu, hajde fol si është ky, si t'ja bëjmë për Ai këtë ka bërë temë. këtë gjë. Ai përfshin di gjithë njerëz. Ti nuk em ke thirr mua si si t'ja bëj për kesin, as unë tani që Kam vjen keq thirr edhe për para disa Estrin ditë. që e përfshin gjona pa lidhje. Jo, se përfshiva unë. E përfshiva unë. S'ta gjë tillun. Unë vetëm e di që s'përfshiva unë. Po ti nuk em ke harë Si herë me ndodhi pyet mua situata? për asnjë gjë. Pse po më thu tani? Ore ti mos bëj sikur s'kam bërë edhe kështu muhabetesh tani, se po më çudit fare. O zemra ti, kur mu më ka ngel hatri me shoqërinë time, unë nuk do të thonë që unë jam prish. Mu thjesht, asaj mu t'i ngeli hatri nesër, Ore, mu më ka ngel para 3 netësh, ti mos edhe më ke bëj pyet këtë më të gjë. nesmen si e ke marrëdhënie me shoqërinë. Vetë kam bërë edhe tema kaq, tjera, as si lloj me teme rregullu tjetër. situatën, As lloj teme në tjetër. rastin Jo. kur ti t'jesh prapë në rregull dhe ja Po kur nuk erdhi ke nevojë situata, ti t'jesh të në bësh rregull. asnjë lloj hapi që ti je mu në rregull. Po ti sa po e them brëm, që ti për shoqërinë time duhet respekt dhe mu drejtove vetëm mu, O, zemra. nuk ju drejtove të tjerëve. Për ti don tani që unë ti bërtas shoqeve të mia? Jo, nuk Po çfarë? thash atë gjë. Që s'më të marrë Po vesh. nuk po e them atë gjë. Kush e tha atë gjë? Gjithkush ka vesh, gjithkush ka ndërgjegje, gjë? gjithkush e shef situatën, si çdo vetë, gjithkush tha sillet si çdo gjë? vetë. Për respektin nuk ka lidhje bërtitmja dhe këta gjërat e tjera, edhe Zemra, këto fjalë. për cingla mingla, unë nuk me hyn, dalin këne, dalin Ore ane. ti e nisu një S'ka muhabet lidhje. një drejtime e përfundon 100 drejtime. Po normalisht unë nuk Që shumë unë mendoj. këtë gjë e folëm. Unë nuk mendoj vetëm një mënyrë. mirë këtë gjë. Po qa pra? Qa po do të flasësh? Ti prap vazhdoni... Nuk e di si ngatron. Unë nisa diçka tjetër me fola tjetër, ti nise ngatrove viju prap 100 të situatave po e përri përsërit prap. Kjo, e di si më duket kjo? Ha. Kjo më duket sigur kot që ka fol herën e parë. O jetë u fol kot, ta them unë tani. Me mu nuk flet do në këtë lloj mënyre. Jo ti, po as... Kush do që tjetë? Se tani nuk po të Kush ka mbërtas. qenë para teje dhe kush do vi mas Po tani teje, nuk po të nuk mbërtas. me flet do të mu këshu. Po nuk po të mbërtas. Po qa pra? Dhe nuk po kupton, kjo është më e keqja. Unë ta kom thonë, unë jam Ti edhe për një gjë që kërkove falje ekstraordinari, atë unë jam natën, jashtëzakonshëm, nuk jam njëri i zakonshëm. jashtëzakonshëm, se cili është vetvete jashtëzakonshëm. Atëherë, rri pra, maj, Edhe- folja ato dhe mos ndryshoj qëndrim. Edhe për një gjë që kërkove falje atë natën. Për çfarë? Që ta prisha dargën që ishte cilësuesi romantike dhe në dhe e kundërta, pra ne të kom s'po kërku them këtë. falje. S'po them këtë. Kaq.